Kampionati kombëtar i kategorisë së dytë ka nisur ndeshjet e fazës së dytë, ku pas ditën e së shtunës janë luajtur takimet e javës së 12. Në stadiumin Brian Filipi të Lezhës është zhvilluar derbi verior Besledhja Basanja, ku skuadra lezhjane drejtuar nga trajneri Elvis Flori ka fituar me rezultatin 3-0. Autor të golave për lezhjanët kanë qenë shkodrani Jasmin Raboshta me penalti, Gurbanov dhe Danaj. Kjo fitore mban Besledhjen në krye të tabelës së klasifikimit me 29 pikë. Me shumë interes është pritur edhe ballafaqimi mes Luzit 2008 dhe Shirokës, skuadra e cila gjatë merkatos dimrore ka investuar shumë në afrimin e një kontingjenti futbollistësh, përfshirë dhe trajnerin italian Bonazzoli, i ardhur së fundmi në drejtimin e skuadrës. Pas një pjese të parë të luftuar nga të dyja ekipet, e cila u mbyll në barazim pa gola 0-0, vendasit kalojnë avantazh në minutën 62 me autor Ebube Kristian. Shiroka kundërpërgjigjet menjëherë dhe 10 minuta më pas gjen golin e barazimit me anë të golshenuesit më të mirë të skuadrës, Gabriel Olamide. Rezultati 1-1 mbetet në fuqi për disa minuta, duke krijuar përshtypjen se ndeshja do të mbyllet në barazim, por në minutën e fundit të takimit, Shiroka goditet papritur me 2 gola, fillimisht nga Ebube Kristian dhe më pas në Igli Bami, duke mbyllur ndeshjen me rezultatin 3-1 në favor të Luzit. Kjo është humbja e dytë që Shiroka pëson në kampionat, ku edhe të parën e ka pësuar po ndaj Luzit në ndeshjen e javës së parë të luajtur në stadiumin Reshid Rusi. Kjo humbje i mohoi Shirokës mundësinë për të barazuar me Sopotin e vendit të dytë, i cili dje barazoi 3-3 në transfertën e Pukës përballë Tërbunit. Pas kësaj jave Shiroka mbetet në vendin e tretë me 23 pikë, por me organizimin e bërë për fazën e dytë pritet që në javët në vazhdim Shirokasit të rikthehen tek fitoret, duke vijuar me objektivin e kualifikimit në kategorinë e parë. Sa i përket skuadrës tjetër të qarkut të Shkodrës, Veleçikut, komplikasit e drejtuar nga trajneri Duli dolën fitues këtë javë, duke mundur thellësisht Adriatikun me rezultatin 5-0, ku 3 nga 5 golat mbajnë firmën e Jurgen Gjinit, ndërsa nga një gol shënuan Smakaj dhe Zaraj.